një gotë e cila është e mbushur me ujë, ama i hedhet sheqerin te. Nëse sheqeri nuk trazohet, ti e pin ujin ama s'ke pi gjatë, vetëm ujin që ti ka mbjell në fund. Nëse ke trazu sheqerin, komplet gota është ba e ame. Kështu janë edhe njerëzit. Njerëzit kanë nevojë që ne t'u lëvizim zemrat e tyre. Po ne u lëvizim zemrat njerëzve edhe me shikim, edhe me fjalën e mirë, edhe me urdhrimin për të mirë, edhe ndalimin nga e keqja. E ky mirësi e kena gjithmonë, po mas shumë ti e kena në mujnë e begat të Ramazanit. Mas shumë ti e kemi në mujnë e begat të Ramazanit. Dhe si të atirë ne të vlerësojmë, dhe si të atirë ne të punojmë, në këtë mirësi na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E falendon Allahun se je musliman. E falendon Allahun se ka ba Allahu me kemë njerëz që falin namaz. E falendon Allahun se ka ba Allahu me kemë njerëz që zakatin. E falendon Allahun se ka ba Allahu me kemë xheruzve. Në këtë mënyrë është falënderim dhe këtu jemi njohës Allahu xhelle xhelal. Por thjesht ta mbash për vete? Jo. Atëherë, ndoshta fjala jote tek je afër me jem ndikon më shumë se imja. Shfrytëzoj këtë moment. Ndoshta ti që je komandanti, drejtori, profesori, që je kryesori në një pozitë që je, e ke atë autoritetin tanë dhe me buzëqeshjen tane, me dashamirësinë tane, me urtësinë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mundesh të tregu njerëzve se kështu është Islam. Unë sot agjeroj se Allah në Kur'an e famrat në ka thënë: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është dhënë obligim agjerimi, sikur ishte tek populli, pasi kur ishte obligim tek populli të përpara jush. Rëndësia e madhe që njeriu të ngritë devotshmëri, me shtu devotshmëri. Ramazani vjen me ta shtu devotshmëri. U tregon njerëzve çfarë vlerë ka muaji i begat Ramazanit. Jo se gjatë Ramazanit unë do bi pesh, edhe të tregoj ka me kanë maj letë në trup. Jo, unë agjeroj se e di darin e kuptu nevojën e nevojtarit që ndoshta s'ka çka me hangër dhe s'ka çka me ushqim, vetë ti dhe familjen e tij. Unë zgjo me herët në syfyr dhe di hadhin ati që shkon herët në punë, se që të thot me kemë me prish gjumin. Ripa hangër dhe ripa dhe verë që të vazhdoj dhe vizitore të sëmurin, edhe pa i veprat e mira dhe lexoj Kur'anin dhe pa gjitha këto, vetëm se ta shtojnë devotshmëri, duke kanë ti këtë status, u tregon njerëzve mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Njeriu nuk duhet ta harrojë kurrësi pjesën e kësaj dynjash që ka dhënë Allahu xhelle xhelal. Pjesën e kësaj dynjash mos e harro, ama gjithmonë mos thuaj që unë me vlerësën e ballet e kam, unë me urtësinë time e kam, por thuaj që kjo është mirësia e Allah subhanahu wa taala. Allah më ka begatuar me këtë çështje dhe falënderoj Allahun subhanahu wa taala për çdo mirësi që ka dhënë. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, ky muaj i begat të Ramazanit që po na afrohet, vjen me mirësinë e solidaritetit mes njëri tjetrit. Sa se vapi, a ka shumë fishim në Ramazan? A ka një në dhe? Jo, nuk ka shumë fishim, nuk ka numër të nuk mund të nimru, më dhanë numëri sa shpërblimi për veprën e mirë që e bën ti në Ramazan. Jashtë Ramazanit, 11 jashtë Ramazanit. A në Ramazan e kalon 10, 70, 100 fishin, 700 fishin, është të radhë pa numër. Pa numër, mirësia që i pa Allah subhanahu wa taala. Prandaj, ne të qemi për Ramazanit, t'ja bëjmë për vetës tonë, të bëjmë program për vetës tonë në muajin e begat Ramazanit, të jemi për të njerëzve që të ndryshojnë sjelljen tonë në raport me Allah, sepse shpeshherë na ik namazi me xhamat.
Shpeshherë na ik namazin ndoshta dhe sikohet namazin. Shpeshherë e kena lënë Kur'anin thjesht në raft atje dhe se kena prej. Shpeshherë kena nejt po agjeru. Shpeshherë kena nejt e kena pa njeriu në varr nëse kena ndihmu. Shpeshherë kena pa shumë gjë që ka kenë mundësia mu ndryshu dhe me kontribu dhe kena lanë, le tjetë ki mujnë begat Ramazanit, sebeb dhe shkaktar dhe program për vetën tonë për me pas mirësi në veprat tona me marrë shpërbimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pa t'ja bajnë program vetës tonë që ta respektojnë syfyrin, ta respektojnë namazin, ta respektojnë agjerimin, ta respektojnë rujtjen e gjuhës, ta respektojnë rujtjen e gjuhës. Sidomos gjatë mujtë, a i gjithmonë është sevapi i madh, ama gjatë Ramazanit sevapi është më i madh. Nëse jepet mundësia me bën një përgojim, apo një ofendim, apo një diçka, një tridhim, gjatë Ramazanit thuj gojës stop. Stop thuj gojës gjatë mujtë gjatë Ramazanit. Ma mirë thuj la ilaha illallah, se sa me full, diçka që sa shpër me full, lull me vetën tane, përmirësën imanin tanë, largohesh prej veprave të këqija, largohesh prej gjunaheve në këtë muaj të begat të Ramazan. Banja program për vetës tane me lexu Kur'anin famlar. Jo dhe një herë hatme, por nëse mund është edhe mas shumë të vallaj, sepse sevapi është i madh. Si sa difton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato, nuk them dot elif lam mim harf, po them elif harf, lamun harf, po mimun harf. Gjithse cila është gërë në ditën e saj. Shpërbimi sa është 11. Çfarë shpërbimit mallor ka muslimani nëse lexon Kur'anin gjatë muajit të begat të Ramazan. Sepse ndryshe është muaj që ka zbrit fjala Allahu subhanahu wa taala, muaji i Kur'anit famlar. E si atiu le ta lexojë Kur'anin, lexim ama dhe me kuptim. Kuptim ama me praktikim. Sepse Kur'ani famlar nuk ka zbrit thjesht vetëm si fjala Allah, është mu një gjuhë, por e ka zbrit mu kuptu dhe mu praktiku. Nëse dojna me kenë prej asaj që ka thënë Allahu xhelle xhelal për fillim kur thash, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeni populli më i përzier në Kur'an, sepse urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja, besoni në Allahun xhelle xhelal. Ky ajet kuranor ka ardhur, ajet në Kur'an është ka ajet kuranor. E ka ajet kuranor mbar mbi vetën e tij këshilla mallore për ne. Në radhar që Allah na ka si hariqu, na ka tregu që jemi më të përzierur, ama na ka thënë se duhet çka të urdhëroni për të mirë, të ndaloni nga e keqja, të besoni në Allahun xhelle xhelal. E muaji i Ramazanit është specifik për ne më urdhëruar për të mirë, me ndalu nga e keqja. Imani atë tregon me, nëse ne urdhërojmë për mirë, dhe ndalojmë nga e keqja, imani të shohet. Dhe jemi më të vërtetë për njerëzit që kanë besuar në Allahun subhanahu wa taala. Të flasësh për mirësinë, begatin që ja ka dhënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar, po dhe një ajet njeriu nuk mund ta japë shpjegimin për një minutazh që mund të jetë, por të flasësh për ditët e tona, me javët e tona, me muajt e tona, me vitet e tona, nuk mundemi ta komentojmë mirësinë e Allahut në Kur'anin famlar. Po alhamdulillah, mjafton me mirësinë që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, begatinë e tij me Kur'anin famlar, me mundë begat Ramazan, me pejgamberin sallallahu alaihi pejgamber, dhe ta shfrytëzojmë këtë moment që jemi në faqen e kësaj toke, ta falënderojmë Allahun xhelle xhelalu për mirësitë shumë që ne ka dhënë, të jepë atë njerëzve që e din mirësitë Allah për mbi ne, dhe këtë mirësi që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, të themi të shprehemi që janë prej Allahu subhanahu wa taala. Të tregojnë bujari, zemërngjarësi, zgjuarsi, dashuri mes njëri tjetrit. Një këshill për gjithë vëllezërit që kanë fëmijët e tyre në muajin e begat të Ramazanit. Po dhe është Ramazani, mundohu që fëmijët tanë jo të përtas, jo të çosh dorë të vesh dorë për bite, po të thuash që mos të thuash të vret Zoti,
E po të vërëzojtë për qëtet e bana. Jo, çka ti thush? Zoti na don nëse ne bëjmë vepra të mira. Zoti na don nëse themi të vërtetën. Zoti na don nëse agjerojmë. Zoti na don nëse ne flasim mirë. Zoti na don nëse ndum janë një tjetër. Zoti na don nëse ne bëjmë këtë për ti gjithmonë. Dhe të japësh pozitivitet të fëmija jote. Por ti në jetën e çiftit mundohemi të jeni njerëz që jepni mësim fëmijës tuaj pa orë mësimi, vetëm me sjelljen tënde, me sjelljen tuaj me një tjetër, mundesh me i dhënë fëmijës tanë mësim pa pas nevojë me pas një mësues, sepse ai do shohë sjelljen tënde, do shohë sjelljen e juaj dhe ai fëmijë mori mësimin vetëm me bërtitmen tuaj apo me